تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, atë lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë më tutje me leximin e librit Rawdatul Uqala, kopshti i mençurve, të autorit Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në temën e radhës, që është tema numër 36, është me titullin Dhikru az-zajri an tahajuril muslimina kaffa. Do thotë përmendja e ndalimit të rrept, ndalimit të ashpër për bojkotim mes muslimanëve në përgjithësi. Do thotë ndalimi i ashpër i bojkotimit ose ndërprerjes së lidhjeve mes muslimanëve me njëri tjetrin në përgjithësi. Pra është ky ndalim i ashpër. Dhe në fillim e ka sjell autori rahimahullah këtë hadithin me zinxhirin e tij, ka thënë akhbarana Abu Ya'la al-Mawsili qala hadathana Wahb ibn Baqiyya al-Wasiti qala hadathana Khalid ibn Abdullah an Abdurrahman ibn Ishaq an az-Zuhri an Anas. Dhe thot, pra me zinxhirin që e ka përmendur autori, transmeton nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thot, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La tabaghadu, wala tanafasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana, wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Pra mos e urreni njëri tjetrin, mos garoni, mos kontestoni me njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, do të thonë pra duke u larguar, por bëhuni robërt Allahut vëllezër. Nuk i lejohet muslimanit që ta bojkotojë vllajën e vet musliman më shumë se 3 ditë. Ky është hadith sahih që transmeton Buhariu dhe Muslimi në 2 sahihet e tyre. Do thotë, si sa tema është për ndalimin e bojkotimit mes muslimanëve, largimin prej ndalimi për largimin prej njëri tjetrit dhe kthimit shpinës njëri tjetrit, që mos flasin, mos japin selam njëri tjetrit dhe mos kenë asnjë lidhje, do të thonë shkputja e lidhjeve mes muslimanëve, është e ndaluar, edhe ndalimi është i ashpër. Do të thonë, prandaj kur autori thot zexher, edhe fjala zexher është ndalim më i rëndë se fjala nehi. Besoj që ju e keni dëgjuar më shumë fjalën nehiun, që do thotë ndalim, mirëpo zexher është ndalim i ashpër, me qërtim të rëndë, që nuk lejohet, do të thonë, të ndodh ajo që për të cilën bëhet kjo ndalesa. Sepse besimtarët kanë këtë lidhje të fuqishme të besimit, të imanit dhe të islamit, që nuk lejohet të anashkalohet ose të anulohet për ndonjë ndodhi të parëndësishme prej ndodhive të jetës së dunjas. Nuk lejohet prishet lidhja e imanit,
lidhja në pasimin e Kuranit dhe Sunetit për ndonjë çështje që ndodh në përditshmërinë mes njerëzve, mosmarrveshje ose zemërim me njëri tjetrin. Do të thonë nuk lejohet që të anulohet kjo lidhja e fuqishme për ndonjë shkak të parëndësishëm. Ka thënë Allahu i lartësuar, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Do të thonë besimtarët janë vëllezër, prandaj pajtojeni, përmirësoni lidhjet mes vëllezërve tuaj. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Edhe ruhuni Allahut, pra kujdesuni, mos e shkaktoni zemrimin e Allahut dhe mos e fitoni dënimin e tij. La'allakum turhamun. Do të thonë nëse ecni me takwa, atëherë do të jeni të mëshiruar. Edhe ka përmendur pastaj Allahu në këtë surën Huxhurat, do të thënë pas këtij ajeti përmenden disa shkaqe që sjellin deri te ftohja e lidhjes ose vllazërisë së Islamit. Edhe prandaj është mirë secili prej jush ta lexojë me meditim dhe me mendim të thellë surën Huxhurat. Këtu pra hadithi që është baza e kësaj teme është ky hadith sahih ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu, mos u urreni njëri tjetrin. Këtë hadith e kemi përmendur më herët, edhe kemi thënë se kjo ndalesë për urrëtjen e njëri tjetrit është, domethënë, ndalesë për bërjen e shkaqeve që shkaktojnë urrëtje. Edhe çdo gjë që sjell, domethënë, deri te urrëtja, siç janë tradhtia ose përgojimi ose shpifja ose bartja e fjalëve, do të thënë të gjitha këto lloje hyjnë në këtë fjalë, la tabaghadu, mos u urreni, do të thënë mos shkaktoni, mos i bëni shkaqet që sjellin urrëtje. Dhe në krye të gjitha këtyre shkaqeve që sjellin urrëtje mes muslimanëve, më Allah se zakonisht e ndali këtë, po pas kam harru. Në krye të gjitha këtyre shkaqeve që sjellin urrëtje mes muslimanëve është bërja e bidateve. Edhe për këtë shkak disa prej dietarëve, siç është Imam Ibn al-Qayyim edhe Ibn Taymija, kanë përmendur te argumentet që e ndalojnë bidatin, e kanë përmendur edhe këtë hadith që thot la tabaghadu, mos u urreni, se shpikja e bidateve dhe praktikimi i bidatit sjell urrëtje mes muslimanëve dhe përçarje. Prandaj për këtë shkak, si thot Ibn Taymija, gjithmonë thuhet ahlus sunnati wal jamaa, do të thënë pasuesit e sunetit dhe xhamatit, bashkimit, dhe thuhet ahlul bid'i wal furqa, edhe do të thënë i thartë e bidateve dhe përçarjes, sepse bidati patjetër shkakton përçarje dhe largim të zemrave mes muslimanëve. Për këtë shkak do thot kontributi më i rëndësishëm për t'i bashkuar muslimanët është të luftohet bidati, edhe të çrënjoset bidati nga muslimanët. Për këtë, domethënë, dhe bidati gjithashtu është një shkak për bojkotim. Edhe këtë na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më vonë, që thuhet wala tadabaru, mos u bojkotoni, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Do thotë, pra mos i bëni ato shkaqe gjithashtu. Nuk do më thonë që nëse dikush devion në fenë e Allahut, edhe ne kemi ndaluar ta bojkotojmë. Përkundrazi, kjo ndalesë edhe ky qortim vlen për atë që e ka bërë shkakun e bojkotimit, që është futja e devimit në fenë e Allahut, ose futja në fenë e Allahut diçka që nuk është prej saj. Dhe ka thënë wala tanafasu, edhe mos garoni. Do më thënë, qëllimi është mos u shtyni për të fitu më shumë prej të mirave të dunjas, ose prej të mirave mashtruese të dunjas, sepse këto e largojnë njeriu prej qëllimit më të lartë, edhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala, elhakumut takathur, do më thënë ju ka mashtru, ju ka habitur ky garimi për të fitu më shumë se të tjerët, secili garon që të ketë më shumë prej këtyre stolive të dunjas, më shumë se tjetri, edhe për këtë shkak kjo i ka bërë njerëzit që të largohen nga qëllimi
që është qëllimi kryesor, arritja e kënaqësisë Allahut dhe arritja e shpërblimit në ahiret, arritja e shpëtimit në ahiret, i ka habit njerëzit, edhe kanë harru, i kanë harruar obligimet dhe harrojnë, i shkelin ato që i kanë ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Për gjitha këto për çka? Për shkak të këtij tenafus, garim ose shtyrje, kush të fitojë më shumë se tjetri. Prandaj ka thënë mos u mundoni që vetëm t'ia kaloni të tjerëve në punët e dunjas, kurse në ato që janë të mira, duhet njeriu të garojë. Kur Allahu i ka përmendur shpërblimet e tij në ahiret, e ka përmendur xhenetin dhe bukuritë e xhenetit, ka thënë wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Do të thonë për këto le të garojnë ata që duan të garojnë. Kurse për dunja e ka qortuar këtë garimin se ju bën, do të thonë, neglizhent dhe të pakujdesshëm për ahiretin. Wala tahasadu, edhe mos keni zili kundër njëri tjetrit, sepse zilia është prej cilësive më të këqija, edhe zilia është urrëtie e caktimit të Allahut. Edhe si thuhet, më thënë, ziliqari është armik i dhuntive që Allahu ja ka dhënë dikujt. Do të thënë, armiqson këtë caktim që Allahu ja ka caktuar dhe ja ka dhuruar dikujt prej robërve të tij. Edhe e keqja e ziliqarit është e shumt, u përmend ajo për këtë çka Allahu na ka mësuar që të kërkojmë gjithmonë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e ziliqarit. Wa min sharri hasidin idha hasad. Do të thënë kërkojmë mbrojtje nga e keqja e ziliqarit kur vepron sipas zilisë së tij. Dhe ilaçi për zilin është që njeriu ta dëshiroj për vllajën e vet atë mirë që do për vete, edhe të lutet për vllajën e vet, nëse ka ndonjë të mirë, do të thënë i lutet Allahut që t'i japë bereqet. Prandaj kur e sheh një të mirë thot Allahumma barik, do të thënë Allah bekoja, ose barakallahu fik, ose të ngjashme, do të thënë Allahu dhon bekime në këtë mirësi. Në çdo të mirë që e sheh, të mirë në dituri, për shembull, në ibadet, në trup, në pasuri, në familje, pa marrë parasysh çfarë të mirë ka dikush dhe e sheh atë mirë që të pëlqen, duhet të bësh lutje që Allahu t'ja bekojë atë mirë. Dhe nëse e dëshiron ti për vete, i lutesh gjithashtu Allahut. Allahu ka thënë was'alullaha min fadlihi. Do thënë kërkoni prej dhuntive të Allahut. Kërkojini Allahut prej dhuntive të tij se Allahu jep shumë. Dhe i lutesh Allahut dhe i bën shkaqet për të arritur atë mirësi. Pra i lutesh Allahut mëngjes, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, o Allah të kërkoj dituri të dobishme. Edhe fillon me mësu gjatë ditës. Wa rizqan tayyiban, edhe të kërkoj furnizim të pastër, të këndshëm, edhe i bën shkaqet për të arritur furnizim. Wa amalan salihan, edhe të kërkoj të më ndihmosh për vepra të mira, edhe mundohesh mi bësh shkaqet për veprat e mira, kurse vetëm të rish ashtu kot edhe të kesh zili për të tjerë që kanë arritur, për këtë nuk fiton asgjë, edhe gjithashtu e dëmton vetveten. Dhe për këtë çka Allahu ka thënë wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Do të thënë mos e lakmoni atë që Allahu i ka dhënë dikujt ndonjë dhunti më shumë se dikush tjetër. Pra mos të mbetet syri te të mirat e tjetër kujt që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, sepse dhuntia është në dorën e Allahut, edhe Allahu ja dhuron kujt të dojë. Allahu është poseduesi i dhuntive të madhrishme. Për këtë shkak duhet të kërkohet prej Allahut, të kërkohen të mirat, edhe të bëhen shkaqet, dhe t'i duhet e mira vëllezërve besimtar musliman, duke u lutur për bereqet dhe bekim për ata në ato të mira që i kanë. Pastaj ka thënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, wa la tanafasu, wa la tahasadu, mos u urreni, mos garoni, mos keni zili për njëri tjetrin, wala tadabaru, dhe mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Këtu është qëllimi i temës që ka sjell autori. Do thot mos e lini krejtësisht, pra mos i shkputni lidhjet, mos i largoni marrëdhëniet me muslimanët, do të thënë duke mos ju dhënë selam,
duke kur e sheh ja kthen shpinën, do të thonë nuk do as ta përshëndetësh as ta shohësh. Kjo është për këtyre ndalesave. Dhe ka thënë wa kunu ibadallahi ikhwanan, bëhuni robërt Allahut, bëhuni vëllezër me të vërtetë, do të thonë duke qenë i ciltër dhe i pastër, i sinqert ndaj vllajt, duke ia dashur atë mirë që e do për vete, me të vërtetë nga zemra. Jo duke qenë tradhtar për vllajin, ose duke tregu para syve diçka tjetër kurse mas shpinë diçka tjetër. Pastaj gjithashtu këtë çështjen e bojkotimit e ka përforcuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Nuk i lejohet muslimanit, nuk i lejohet që ta bojkotojë vllajën e vet më shumë se 3 ditë. Do thotë gjitha këto janë për çështjet e fesë, për çështjet e dunjas, do të thonë nëse është diçka për interesa personale, edhe njeriu ka mosmarrveshje ose grindje ose mospëlqim, do të thonë diçka për vllajt vet, që nuk i pëlqen ndonjë sjellje ose ndonjë fjalë, dhe Allahu ka dhënë një lehtësim, sepse shpirti i njeriu i ka nevojat e veta dhe emocionet e veta, mundet që t'i largohet atij 1 ditë, 2 ditë dhe maksimum 3 ditë, por pas 3 ditëve nuk lejohet që mos i japë selam, do të thënë për këto shkaqe. Përndryshe, njerëzit e bidatit e marrin këtë hadith për argument që ti qortojnë njerëz të sunetit pse i bojkotojnë bidatxhit. Por e vërteta është se për një çështje duhet të merren gjitha argumentet e shariatit, edhe të gjitha fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë se nuk lejohet të bojkotohet vllai më shumë se 3 ditë, ka bojkotuar 3 veta që është përmendur në Kur'an. I ka bojkotuar 50 ditë, derisa është treguar domethënë pendimi i tyre i plot, dhe Allahu subhanahu wa taala ka zbritur ajete që kanë treguar se është pendimi i tyre i saktë. Atëherë, domethënë deri te pendimi i tyre ka vazhduar bojkotimi. Edhe këtë rrugë kanë vazhduar edhe sahabët, kanë bojkotuar njerëz deri në vdekje. Do thotë nuk është tani kjo tema, por duhet muslimani, domethënë t'i kuptojë argumentet e Islamit të plota në të gjitha aspektet. Domethënë kjo bën fjalë për mosmarrveshje për çështje personale të dunjas, dhe jo për bojkotim, për mbrojtjen e fesë Allahut, ose për mbrojtjen e vetvetes, ose për mbrojtjen e të tjerëve. Dhe gjithashtu ai që e devijon fenë Allahut, domethënë është obligim të urrehet dhe të kundërshtohet për hir të Allahut, edhe bojkotohet gjithashtu për hir të Allahut. Por këtu është qëllimi. Këta njerëz, përpara se të kalojmë, domethënë këta njerëz të cilët na qortojnë neve pse i bojkotojnë bidatxhit, domethënë ata vetë bidatxhit, na bojkotojnë ne për shkak të kësaj ndjenje personale. Domethënë pasi ti ke fol për mua, atëherë domethënë edhe na bëjnë tekfir, edhe na akuzojnë me lloj akuza kriminale, që elhamdulillah që jemi të pastër prej tyre. Do thotë për këtu nuk u intereson kjo fjale pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk ju bëhet vonë nëse shpifin edhe flasin, na thon neve se shpifim për bidatxhit, kurse ne tregojmë vendin e saktë ku e kanë thënë ata bidatin, dhe ata ne na shpifin për çështje që janë të fshehta. Domethënë kush ka mend, do të kishte thënë, do të kishte mjaftuar njeriu që ka mend, s'ka nevojë shumë me pas shumë njohuri, vetëm nëse ka mend. Mund t'i thotë atij hoxhe, nga e morë vesh ti se ai është spioni i këtij ose i atij, ose është munafik. Domethënë përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, askush që ka fol me shpallje, i ka ardhur shpallja për munafikët. Askush prej sahabeve nuk ka gjykuar për dikan, ose mos flasim për ma vonë, domethënë nuk ka gjykuar se është munafik, përveç nëse shfaq kufër, zendeka, domethënë fusin bidate në islam, dhe ato bidate që sjellin kufër te muslimant, atyre u kanë thonë se këta janë munafika, se domethënë ne fusin kufrin të mbështjell me
me amballazhin e Islamit. Kurse njeriu që e mbron fenë e Allahut prej devijimeve, do të thënë akuzohet me akuzat këtilla pa ju friksu Allahut, pa ardhur një kufi edhe pikrisht prej cilësive të munafikëve, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është idha khasa me fajr. Do të thënë kur kundërshtohet, kur ka mosmarrveshje me dikan, i tejkalon kufit. Do të thënë atë nuk në atë rast, pasi kundërshtohet me këtë njeriu në sunetit, që ja demaskon bidatin, atëherë ai nuk njeh asnjë kufi, me shpifje, me akuza, me ofendime, me tekfir, do të thënë pa asnjë kufizim. Prandaj do të thënë ta kemi të qartë tani në këtë temë atë që flasim, do të thënë biseda, tema edhe mësimi është për bojkotimin, për çështje personale, ose për çështje të parëndësishme prej raporteve mes njerëzve, për tek ata njerëz që janë të bashkuar në fenë e Allahut, në imanin e sakt, në akiden e sakt, në rrugën e drejtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata njerëz nuk lejohet as sesi ta bojkotojnë njëri tjetrin, pse për një fjalë që është keq kuptuar ose është thënë pa qëllim ose me qëllim. Do të thënë tani tash tutje flitet për këta dhe shpresojmë të jemi, do të thënë, në baza të qarta. Thot autori rahimahullah: La yahillu at-tabaghudu wala at-tanafusu wala at-tahasudu wala at-tadaburu bayna al-muslimin. Do të thënë nuk lejohen këto, nuk lejohet urrëtia, nuk lejohet garimi, shtyrja, do të thënë për çështjet e dunjas, nuk lejohet zilia, nuk lejohet largimi, shkputja e lidhjeve mes muslimanëve, nuk lejohen, do të thënë asnjëra prej këtyre, dhe e kanë obligim që të jenë vëllezër, siç i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, siç i ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nëse ka dhimbt njëri prej tyre, këtë dhimbt e ndjen edhe tjetri. Nëse, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimanët, besimtarët janë si një trup. Nëse një pjesë e trupit ka dhimbt, i gjithë trupi i përgjigjet dhe solidarizohet me atë pjesë, me pagjumësi, me zjarmi. Do të thënë, i gjithë trupi vuan për shkak të dhimbjes së një pjese të trupit. Edhe kështu, do thotë, janë muslimanët mes veti. Nëse dikush prej muslimanëve ka dhimbt, duhet të gjithë atë ta ndjejnë dhe të punojnë për shuarjen ose heqjen e asaj dhimbte. Edhe janë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimanët janë gjithashtu si ndërtesa, si godina e forcuar, që e mban njëra pjesën tjetër. Edhe secili e di që gjatë ndërtimit, do të thënë njëra shtyllë është mbështetje për shtyllën tjetër, njëri mur, do të thënë mbahet mes veti ajo ndërtesë. Ka thonë, pra duhet që të ndjejnë dhimbt, nëse njëri ka dhimbt, ta ndjejnë edhe tjetri, nëse ka gëzim njëri, të ketë gëzim edhe tjetri, do të thënë gëzohet për gëzimin e muslimanit, t'i largoj, do të thënë tradhtin, mashtrimin, mendimet e këqija, duke ju dorëzuar Allahut subhanahu wa taala plotësisht në atë që e ka caktuar dhe duke qenë i kënaqur me caktimin e Allahut dhe në të gjitha gjykimet e Allahut. Do të thënë, nëse dikujt i ka dhënë më shumë, nëse dikush prej vëllezërve musliman ka ndonjë dhimbt, gjithashtu i dorëzohemi krejtësisht Allahut subhanahu wa taala. Edhe ajo dhimbje është me caktimin e Allahut. Nuk lejohet gjithashtu që muslimani dale nga kufit që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pasi edhe këtë në secilën temë ka dy ekstreme. Ka teprim nga njëra anë ose neglizhim nga ana tjetër. Dhe duhet muslimani të jetë i dorëzuar ndaj Allahut plotësisht, edhe i kënaqur plotësisht me caktimin e Allahut, por të ketë interesim për vëllezërit musliman, për dhimbtat e tyre, të gëzohet për gëzimet e tyre, dhe nuk lejohet, thot, bojkotimi mes muslimanëve kur i ndodh ndonjë rrëshqitje dikujt, ndonjë rrëshqitje në sjellje, i ndodh dikujt ndonjë gabim, ndonjë fjalë e pakëndshme, por duhet që të komentohet kjo fjalë ose kjo sjellje në kuptimin më të bukur, duke pas dëmshuri për atë që ka gabuar dhe duke u larguar prej bojkotimit. Pastaj thot,
transmeton me zinxhir nga Muawiya ibn Ja'far, se ka thënë: La yuzhidannaka fi akhin laka an tarahu zalla zalla wal mar'u yatrahuhu alladhina yalunahu fi sharri alla. Do thotë mos të largoj nga vllai yt pse ke pa tek ai një rrëshqitje. Dhe njeriun e hedhin ata që janë afër tij në nevojën ose do të thënë në gjendjen më të keqe. ويخونه من مأمن أهل البطانة والدخلة. Do thot edhe traftojnë duke qenë ai sigurt ata që ishin më të afërt dhe që kanë hyrë tek ai. والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. Kurse vdekja është ndodhia më e rëndë që u ndodh njerëzve, do të thënë pra duhet ta mendoj secili vdekjen dhe jo ti gjikoj vëllezërit ose ti të sillet keq me ta për ndonjë rrëshqitje ose ndonjë gabim ose ndonjë fjalë që ka dalë. Pastaj po ashtu ka thënë, ka transmetuar me zinxhir nga Humeid ibn Abbas se ka thënë: "Wala taku fi hubbil akhillai mufritan wa in anta abghadta al-baghita fa ajmili." Do thot mos e tepro në dashuri ndaj dikujt, ndaj shokut që e ke, ndaj ndonjë njeriu të afërm, mos e tepro në dashuri. Dhe nëse urren dikën, urreje në mënyrë të bukur, do të thënë mirë, jo me teprim dhe me padrejtësi. Pra, këtë kemi përmendur, gjithashtu është një prej rregullave që është përmendur si hadith, është transmetuar, do të thënë si hadith. Në disa transmetime është fjalë sahabiu mauquf, do të thënë disa si fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ahbib habibaka hawnan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma." Do të thënë doje atë që e do me dashuri mesatare, të sakt, jo të tepruar. Se bën vaki që ndodh ndonjë ditë bëhet i urryeri yt, atëherë do të thënë urrejtja bëhet e dëmshme. Nëse ka qenë dashuria tepruar, edhe pastaj ndryshon kjo dashuri, atëherë bëhet urrejtja e dëmshme. Edhe e kundërta gjithashtu, atë që urreje mesatarisht, do të thënë urreje për atë shkakun për cilin urrehet, duke qenë i drejtë ndaj tij, edhe duke dashur që të përmirësohet po ashtu, se bën vaki që bëhet i dashur i yt një ditë. Do thotë, prandaj nëse i ke tejkalu kufit në urrejtje, në armiqësi, me padrejtësi, me fjalë, do të thënë, ose veprime që nuk harrohen, pastaj ai përmirësohet, kthehet, ose ti e kupton se nuk ka qenë gabim, edhe atëherë është e vështirë që të ndodhe prapë dashuria siç duhet të jetë mes besimtarëve që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka thonë një poezi tjetër nga Amr ibn Muhammad ibn Abdullah an-Nasawi, ka thonë: inni la asbaru min udin bihi julabu inda al-mulimmati illa inda hijrani. Ka thonë, unë jam më durimtar për deven e vjetër. Deveja kur plaket shumë, do të thënë ecja është e rëndë, lëvizjet do të thënë të pakëndshme. Kjo deve që është vjetru kështu, edhe ka zgjebje, ka do të thënë plag në përlëkur. Më shumë e duroj këta kur kam nevojë për të, sesa do ta kisha duruar bojkotimin ose largimin, do të thënë prej vëllezërve. Wa ma sududu dhawati dilli yurmiduni lakinnama al-mautu indi saddu ikhwani. Edhe nëse largohen ato gjërat e bukura prej meje, kjo nuk më dhemb. Mirpo ajo që më shkakton vdekje është largimi i vëllezërve. Idha ra'ayta zwira'an min akhi, idha ra'aytu, duhet të jetë, po. Idha ra'aytu zwira'an min akhi thiqatin daqat alayya bi rahbil ardi awtani. Do të thënë, nëse shoh ftohjen nga vllai im i besueshëm, të cilit do të thënë i kam besuar dhe e kam njohur, atëherë më ngushtohet e gjithë toka edhe pse është e gjerë.
Pastaj e ka përmendur një poezi nga Abdulaziz ibn Suleiman al-Abrash, i cili është përmendur kjo poezi, ublur rijala idha aradta ikha'ahum wa tawassaman umurahum wa tafaqqadi. Domethënë, testoj njerëzit, pra shikoj, analizoj njerëzit kur të duash që t'i bësh vëllezër. Domethënë analizoj, si kemi thënë, nëse e sheh në vështirësi, për shembull, çfarë morali ka, nëse e sheh kur dikush e sulmon ose nervozon ose e zemron, çfarë morali ka, aty e sheh, do thotë, a është për ta bërë vëlla. Fa idha dhafirta bi dhilli babati wat tuqa fa bihi al-yadayn qarira aynin fashdudi. Atëherë thot, kur ta gjesh një njeri që është i mençur dhe i devotshëm. Domethënë, pra qëllimi është devotshmëria që është sipas librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është i mençur dhe me dituri, atëherë thot, me të dy duart, me knatësi kape dhe shtrëngoja, dhe mos e lësho këtë vëlla, domethënë se shumë rrallë gjendet një i tillë, femeta yezillu wala mahalata zallatan. Dhe nëse ai rrëshqet diçka, gabon ndaj teje, dhe patjetër do të gaboj. Domethënë nuk ka mundësi njeriu që të jetë çdo herë i pagabueshëm. Do të bëjë ndonjë gabim, do ta thotë ndonjë fjalë që s'pëlqen, ose do të bëjë një veprim që nuk të pëlqen ty, duket i pakëndshëm, ose do një mungesë kur ti pret që ai të gjendet, kurse ai nuk vjen në atë moment. Domethënë ndonjë rrëshqitje do të ketë. Nëse ndodh kjo, dhe patjetër se do të ndodh, fa'ala akhika bi fadli ra'yika fardudi. Atëherë, vllajën tënd, me mendimet e tua të qelluara, këshilloje. Atëherë ktheja, domethënë nëse e sheh se ka bërë ndonjë gabim, ndonjë rrëshqitje, këshilloje me të mirë, me dituri, me mendim të saktë, me mençuri. Wa idha al-khana naqada al-huba fi majlisin wa ra'aita ahla at-tayshi qamu faq'udi. Thot, kur ti shohësh të këqit që ulen në një mexhlis, ka, do të dini si është ulja kur njeriu i ngre gjunjt edhe i mbështjell këmbët me duart e tij. Kjo është një formë e uljes që është pushim, domethënë i mirë dhe njerë, mirë po shumë e kanë praktikuar përpara arabët, edhe deri sot e praktikojnë kur qëndrojnë kohë gjatë në xhami, marrin një send, një litar ose dhe një kollan, dhe një rryp që e lidhin veten, domethënë e mbështjellin nga shpina deri te këmbët, domethënë kështu, në vend si me majt këmbët me dur, domethënë mbështetet në ata, i bie sikur i mbështetur në karrike. Këtë ulje e kanë bërë shumë, domethënë këtë mënyrë për në xhami, për shembull, që tulesh, lexosh Kur'an, kohë gjatë ose që të qëndrosh në mësim, kësaj thuhet huba. Ka thënë, nëse i sheh njerëz të këqij që lidhen, domethënë kështu, pra qëndrojnë, duan të rinë me një vend, largohu. Dhe nëse ata çohen, atëherë ulu. Domethënë, pra mos u shoqëro me të këqijt. E kemi thënë këtë poezi më herët, por është e bukur kur përsëritet ajo që është e dobishme. Pastaj thot autori rahimahullah, njeriu nuk duhet të hyjë në mesin e, domethënë, ose të bjerë në nivelin e njerëzve të thjesht që janë me mendje lehtësi. Thot duhet, pra nuk duhet të jetë i njëjtë sigur njerëz të përgjithshëm që nuk kuptojnë shumë, por duhet të ketë mençuri të dalluar. Nuk duhet të nxitoj në shoqërim me dikën, domethënë menjëherë sa takohet mendon se ka shokun më të mirë të jetës, nuk është në rregull. Dhe po ashtu nuk duhet ta prish edhe dal nga vllazëria dhe shoqëria për një shkak të vogël, edhe menjëherë, domethënë të dalën bojkotim dhe largim, gjë që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sidomos në veçanti, domethënë, nëse thuhet për atë tjetrin, për vllajën tënd, thuhet diçka që ka mundësi të ketë edhe kuptim pozitiv. Do thotë, si ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, mos mendo keq për vllajën tënd, për aq kohë sa mund t'i gjesh ndonjë kuptim të mirë. Domethënë, sa ka mundësi
një fjalë që e dëgjon prej vllajt tan direkt ose ta thot dikush ose një veprim, nëse ka mundësi ti japësh një koment pozitiv asaj fjale, se e kishte qëllimin kështu, ose unë e njoh ataj kur e thot këtë fjale ka këtë kuptim, do të thonë pozitiv, nëse ka hapësirë, asnjëherë mos mendo mendim të keq. Se do thot patjetër njerëzve do t'i ndodhin, thot këtu, do të thonë shprehja është si do t'i vinë shigjetat e akuzuesve. Patjetër, do të thonë njeriu kush e di se sa mirë me fol, edhe këtë besoj secili e ka përjetu, besoj secili për ju që ka përjetu, që e thot një fjalë, kur ta dëgjosh nesërmen ose mas një kohe, si e ka keq kuptu dikush, është për t'u habit. Do të thonë ishte shumë e qartë, unë e thash në mënyrë shumë të mirë, edhe dikush do ta keq kuptoj. E nëse ti gjykon njerëzit mbas këtyre keq kuptimeve, çdo fjalë që e thon ata dhe ti i sulmon dhe i bojkoton, atëherë nuk mbetet asnjëri, do thotë, i shëndosh. Pastaj thot autori rahimahullah se ka thënë, do të thonë ka transmetuar me zinxhirin e tij nga Abu Ammar al-Husayn ibn Hurayth, thot i kanë thënë një njeriu, e leke ujub, a ke tmeta? Ka thënë jo, do të thonë ruhem shumë. Ka thënë feleke men yaltamisuha, pa ka dhe njeri që i kërkon tmetat, i hulumton tmetat e tua? Ka thënë po. Atëra ka thënë ke shumë tmeta. Do të thonë do të gjeje, pa marrë parasysh se është njeriu i drejtë dhe i ruajtur, nëse ka dhe një armik që i hulumton tmetat e tij, do të gjeje shumë, edhe do të nxjerrë shumë. Thot autori rahimahullah, shkaqet që sjellin deri te bojkotimi mes muslimanëve, do të thonë flasim jo për shkaqe fetare, nëse dikush ka bë bidat, do të thonë ajo është shkak për largimin e tij, pasi të këshillohet, do të thonë që të kthehet edhe vazhdon bidat, është shkak për shkaktimin e urrëties edhe për shkaktimin e përçarjes. Mirë po thotë jashtë kësaj, do të thonë, nëse ose shkaqet që sjellin deri te përçarja ose te bojkotimi, ka thënë janë 3. Ose ndonjë rrëshqitje prej dikujt, edhe patjetër se do të ketë rrëshqitje, dhe njeriu nuk i mbyll syt për ta. Domethënë nuk është falës, nuk është njeri që bën kompromis dhe nuk mundohet ta gjejt kundërtën. Domethënë nuk mundohet ta bëj përmirësimin ose ta komentojë në mënyrën e mirë. Domethënë kjo është një shkak që sjell deri te bojkotimi. Shkaku i dytë është bartësi i fjalëve, i cili fut, do më thënë, do fitne. Vetëm pak se... Shkaku i dytë, do më thënë, është bartësi i fjalëve, që e merr fjalën e dikujt edhe sjell, edhe atëherë duke bërë qortime, duke i komentuar në mënyrën më të keqe. Kjo është shkak, do të thonë, që ta bëj vllajin, ta urrej vllajin e vet, por patjetër që njeriu i mençur të gjej mënyra për ta përgënjeshtruar këtë bartësinë e fjalëve. Edhe ti thotë se nuk është kjo e vërtetë, dhe të gjej mënyra për ta arsyetuar vllajin e vet. Dhe shkaku i tretë është bezdisja. Do të thonë që nga shoqëria, nga disa sjellje ose teprime kështu me radhë, bëhet që njeriu bezdiset edhe nuk e do shoqërinë e dikujt, edhe kjo pastaj sjell deri te bojkotimi. Thot pastaj gjithashtu transmeton autori me zinxhirin e tij nga Sufjan, thot kana libni Shubrume akhun, do të thonë ka thonë se Ibn Shubrume ka pas një vëlla, Sufjan al-Thauri, thot që Ibn Shubrume ka pas një vëlla dhe ai u soll keq diçka, do të thonë e ka lënë, nuk është kujdesur për lidhjen me këtë vëlla, edhe ja ka shkruar një letër ku ja ka thënë këtë poezi, këtë një varg, ja ka thënë kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idha mitna ashaddu taghaniya. Ka thënë asnjëri prej nesh nuk ka nevojë për vllajën e vet. Do të thonë secili
mos mendoje dikush se nëse ti nuk je, do të thënë ai vllai do të shkatrohet. Ta di secili se ne nuk jemi varur. E gjitha jeta jon edhe rreziku jon varet nga Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë ne jemi të varur dhe nevojtar të Allahu i lartësuar. Kurse shoqëria mes vëllezërve është diçka e dobishme, mirë po mos mendo se un kam nevojë për ty ose ti ke nevojë për mua gjithashtu. Secili prej nesh jemi të pavarur, përderisa jemi gjallë. Dhe kur të vdesim, edhe më shumë pavarësia shtohet. Atëherë edhe më shumë, do të thënë, as pak njeriu ma nuk ka nevojë për askën tjetër. Ka nevojë vetëm për veprat e veta që i ka bërë. Mirë po, kjo është nxitje për të pasur lidhje të mirë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot autori rahimahullah, nuk i lejohet muslimanit që ta bojkotojë vllajën e vet musliman më shumë se 3 ditë. Nëse e bën këtë, atëherë, do të thonë ka shkelur ndalesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më i miri është ai që fillon me selam. Gjitha këto janë pjesë prej haditheve. I ka shkruar, do të thonë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç u than hadithin në fillim, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Pra nuk i lejohet muslimanit, është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk i lejohet muslimanit që ta bojkotojë vllajën e tij më shumë se 3 ditë. Nëse e bojkoton më shumë se 3 ditë, do të thonë e ka shkel këtë që e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Po ashtu është në hadith më i miri për këtyre dyve është ai që i pari fillon me selam. Dhe thot was-sabiqu bis-salami yakunu as-sabiq ila al-janna. Do të thonë ai që paraprin me selam do të paraprin në xhennet. Do të thonë ka fituar më shumë shpërblime. Pastaj ka thënë kush e bojkoton vllajën e vet 1 vit, është sikur ta kishte vrarë. Edhe kjo është pjesë e hadithit. Do të thonë nëse vazhdon bojkotimi deri 1 vit, është mëkati i rënd sikur t'ia kishte derdh gjakun atij. Do të thonë nëse është për shkaqe të dunjas. Dhe thot kush vdes duke e bojkotuar vllajën e vet, do të thonë vdes në këtë gjendje, pa i zemrum me vllajën e vet, i dhrum dhe nuk flet me ta, ai thot do të hyjë në xhehenem. Përveç nëse Allahu i jep dhunti me mëshirën e tij dhe e fal ata. Do thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e bojkoton vllajën e vet për 3 ditë është banori i xhehenemit. Përveç nëse Allahu e mbulon me mëshirën e tij. Do thënë nëse do Allahu ja fal. Mirë po, kjo vepër është prej veprave që me të cilat njeriu e meriton xhehenemin. Thot dhe maksimumi që është lejuar në bojkot mes muslimanëve është 3 ditë. Pastaj ka thonë një poezi nga Muhammad ibn al-Husayn, se ka thonë, i ka thonë një shokut vet, i ka thonë ja sejidi, indeke li madhlemetun, festefti fiha ibn Abi Khaythama. Ka thonë o zotri, do thotë i ka thonë vllajt vet, pra shokut vet, i ka thonë o zotri, më ke bërë pa drejtësi. Do thonë kam të ti diçka që ti më ke bërë pa drejtësi. Dhe nëse nuk më beson, pyete Ibn Khaythamen, do të thonë këtë dietar të madh, fa innahu yarwihi an shaykhihi, sepse ai transmeton nga mësuesi i tij, qala rawa ad-Dhahhaku an Ikrima, edhe ka thënë se ka transmetuar Dhahhak nga Ikrima, an Ibn Abbas, an al-Mustafa, nabiyina al-mab'uth bil marhama, që transmeton nga Ibn Abbasi dhe ai nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi ynë i dërguar me mëshirë, inna sudud al-khilli an khillihi fawqa 3 rabbuna harrama. Ka thënë se largimi i vllajt prej vllajt vet ose i shokut, mikut prej mikut vet për 3 ditë, kjo është diçka që e ka ndaluar Zoti ynë. Do të thonë është hadithi, po edhe zinxhiri edhe teksti i hadithit i shprehur me rim në poezi. Pastaj ka thonë këtë poezi ma ka thonë Muhammad ibn Shah
Abjurdi në Mausil. Ka thënë: "Ma waddani ahadun illa badhaltu lahu safwa al-mawaddati minni akhir al-abadi." Do të thonë çdo herë kur dikush mua më do, edhe unë ja dhuroj atij dashurinë e pastër, të ciltër, për gjithmonë, akhir al-abad, do të thonë deri në fund të jetës. "Wa ma jafani wa in kuntu al-muhibba lahu illa da'awtu lahu ar-rahmana bir-rashadi." Nëse sillet ai keq me mua dhe unë e dua atë, atëherë i lutem Allahut të gjithëmëshirshmit që ta udhëzoj. Domethënë ky është ilaçi, kurse ndonjë sjellje të pakëndshme prej vllajt tan që e do dhe që e njeh për të mirë dhe të besueshëm, lutju Allahut kur ai nuk është prezent. Domethënë lutju Allahut subhanahu wa taala, jo vetëm mi thon në sy Allahut udhëzoft, por lutu me të vërtetë. Lutju Allahut kur nuk e ke aty pranë vllajën që ta udhëzoj dhe ta përmirësoj. "Wala tumintu ala sirrin fabuhtu bihi wala madadtu ila ghayri al-jamil yadi." Thot asnjëherë nuk më zhdhën ndonjë sekret dhe unë ta kem zbuluat. Nuk ka ndodhur, do të thonë, që dikujt t'ia zbuloj sekretin dhe asnjëherë nuk e kam zgjatur dorën në diçka që nuk është e mirë. Do të thonë diçka, ndonjë vepër e shëmtuar, nuk kam vepru. "Wala akhunu khalili fi halilatihi hatta ughayyaba fi al-akfani wal-lahadi." Edhe asnjëherë nuk e tradhtoj shokun tim në gruan e tij, derisa të mbështillem me qefin dhe të futem në varr. Do të thonë nuk ndodh që ta tradhtoj shokun tim. Pastaj thot me zinxhirin e tij transmeton nga Muhammad ibn Simaa, thot: "Jitu yawman ila Ali ibn al-Madini usallimu alayhi." Do të thonë një ditë shkova te Ali ibn Medini që t'i jap selam dhe ai më buzëqeshi dhe do të thonë më afroi. Edhe pastaj tha: "Hasbi bi waslika fi hayati ladhatan wa raditu dhalika fi al-ma'adi thawaba." Do të thonë më pëlqen që të jem, do të thonë, në miqësi me ty, në afërsi me ty, edhe kjo, do të thonë, kjo është kënaqësi për mua që të kem ty shok dhe jam i kënaqur që këtë ta fitoj si shpërblim në ahiret. Do të thonë miqësimi, shoqërimi me njerëz të mirë, me njerëz të sunetit dhe të diturisë, të moralit. Do të thonë edhe në dunja është kënaqësi edhe është shpërblim në ahiret. "Walau kunta rizqi ma aradtu ziyadatan wala qultu ahsana raziqi wa ataba." Edhe nëse ti kishe qenë furnizimi im, nuk do të kisha kërku më shumë. Dhe do të kisha thënë, më ka furnizu Allahu me furnizim të mjaftueshëm. Pra nuk do të kisha kërku, jam i kënaqur, nuk du shok tjetër përveç teje. Do thotë kjo ka qenë prej sjelljes mirë ndaj shokut të tij. Pastaj thot autori rahimahullah në temën e radhës, që është tema numër 37, me titullin "Dhikrul hathi ala luzumil hilmi inda al-adha." Do thot nxitje për vetëpërmbajtje dhe butësi dhe mençuri në shqetësim, kur vin shqetësime nga dikush. Fjala hilm e kemi përmendur shumë në raste të lloj-llojshme, është një cilësi veti e lartë e moralit, që në gjuhën arabe ka shumë kuptime, që përfshin dituri, butësi, maturi dhe durim gjithashtu, edhe vetëpërmbajtje. Do të thonë për të mos reaguar njeriu me një herë, do ta kuptojmë se ka domethënie të shumta. Do të thonë që njeriu nuk e kthen me një herë të keqen, po përmbahet, ose nuk dënon me një herë për gabimin. Në këtë kuptim është emri Allahut El-Halim. Do të thonë që në gjuhën shqipe ndoshta e përkthejnë i buti e kështu me radhë. Qëllimi është që Allahu nuk nxiton në dënimin e robit të tij. Është prej emrave të Allahut El-Halim dhe Allahu na ka urdhëruar që të stolisemi me këtë cilësi, hilm, edhe të bëhemi ne halim. Do të thonë të jemi të butë, të vetëpërmbajtur, jo të nxituar, po të matur. Ky është qëllimi. Pra duhet ta kemi këtë cilësi në momentin e shqetësimit ose sulmit për shembull, ose ndonjë dëmi, që të jetë njeriu halim, do të thonë në atë moment. Këtu ka transmetuar një hadith dhe ka thënë akhbarana Muhammad ibn al-Husayn ibn Qutayba
قال حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Do thot me këtë zinxhir transmeton se Abu Saidi do thot transmeton këtë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la halima illa dhu athra wala hakima illa dhu tajriba. Do thot nuk është i butë ose halim. Pra mbajnin mend kuptimet e halimit, i butë, i vetë përmbajtur, i matur, jo i nxituar, sabërli, edhe i ditur, me moral të lartë, më thënë. Nuk ka njeri të këtill pa gabime, dhe nuk ka të mençur të urtë pa përvojë. Hadithi është i dobët, më thënë se këtu transmetuesi që quhet Darraj dhe transmeton nga Ebul Haytham. Ky është transmetimi i dobët dhe nuk i përshkruhet, nuk i atribuohet ky hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo ta shpjegojmë se cili është kuptimi. Pra nuk ka halim pa athra, do thot pa gabim. Qëllimi është mund të jetë ose se nuk ka mundësi njeriu ta arrijë këtë nivel të maturisë, pjekurisë, durimit pa pas gabime. Do të thënë ka bërë gabime, ka bërë rëshqitje gjatë jetës së tij, edhe është mësu nga gabimet edhe ka arritur këtë, ose është për qëllim se edhe njeriu më i matur, edhe më durimtar, ka ndonjëherë gabon, bën ndonjë rëshqitje, si thuhet gjithashtu në gjuhën arabe, li kulli jawadin hafwa, ose si është fjala, do të thënë e dini ai kali i mirë, më i vlerësuari, që në gjuhë shqipe i thuhet atë. Do të thënë edhe ati ndonjëherë mund të pengohet. I zon komt edhe ati i kalit më të mirë. Prandaj edhe ky mund të jetë kuptimi se edhe njeriu që është shumë i matur edhe i pjekur dhe durimtar, i mençur, ndonjëherë mund të bëjë gabime. Kurse pjesa tjetër është më e qartë, do të thënë më drejt për drejt, se nuk arrihet urtësia pa përvojë. Pra si e arrin njeriu mençurinë e plot, kuptimin e thellë me përvojë, me kalimin e situatave të ndryshme. Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ta kemi këtë cilësi, maturi, domethënë durim, kur dikush na bën keq. Pra ka thënë idfa billati hiya ahsan. Ktheje atë keqen me atë që është më e bukura. Billati hiya ahsan, do të thënë më e mira që mund të kthehet. Atëherë fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Atëherë do të thënë do ta shohësh se ai me të cilin ke pas armiqësi do të bëhet miku i dashur dhe i afërt. Mirpo, këtë nuk mund ta fitojë secili. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru. Do të thënë këtë nuk e fiton kush përveç atyre që janë durimtar. Wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Do të thënë nuk e fiton askush përveç atij që ka shumë dhurat nga Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë atij që Allahu i ka dhënë moral të lartë. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, thot hadha al-khabar min ad-darb alladhi dhakartu fi kitab fusul as-sunan. Do të thënë ky transmetim është prej llojit të haditheve që i kam përmendur në librin Fusul as-Sunan. Do të thënë aty ka treguar për hadithe dobta si duket. Pra ajo është në libër të veçantë ky lloj haditheve. Thot mirë, pastaj thot autori fal halim azimu ash-sha'n, rafi'u al-makan, mahmudu al-amr, mardi'u al-fi'l. Do thot njeriu që është i butë dhe i matur është me pozitë të madhe dhe do të thënë respekt të lartë, është i lavduar dhe veprat e tij janë të kënaqshme te njerëzit. Edhe pastaj jep një definicion, thot al-hilmu ismun yaqa'u ala dhammi an-nafs 'an al-khuruj 'inda al-wurud 'alayha ضد ma yuhib. Çka është hilm, që ta kuptojmë, është një emër për këtë cilësi që është mbajtja e nefsit ose qortimi i nefsit vetvetes, që mos dale prej kufive të moralit lartë
kur i vjen diçka që nuk e dëshiron. Do të thonë, në çdo shqetësim që vjen, thot në atë moment që njeriu të jetë i matur, i vetë përmbajtur. Ky është kuptimi i hilmit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna as-sabru 'inda as-sadmati al-ula, do thot durimi, sabri është në goditjen e parë. Në atë moment njeriu ta kontrolloj vetveten, kjo quhet hilm. Dhe thot kjo cilësi përfshin njohje, durim, mos nxitim dhe verifikim, dhe gjithashtu qëndrueshmëri. Nuk ka diçka më të mirë se kjo cilësi kur vjen bashkë me faljen, kur njeriu ka fuqi. Do të thënë falje, me ia fal gabimin dikujt kur ka mundësi që të hakmerret. Atëherë është i matur. Përndryshe kur nuk ka mundësi, i thuhet do të thënë i paaft për të hakmarr. Por kur ka mundësi dhe ka fuqi, atëherë fal. Këtij i thuhet halim, do të thënë njeri i butë, i matur, i mençur. Thot wal hilmu ajmalu ma yakunu min al muqtadiri ala al intiqam. Do të thënë kjo vetëpërmbajtja është më e bukur kur njeriu është i fuqishëm për hakmarrje. Pastaj thot me zinxhirin e tij nga Al Hasan ibn Waqi, ai ka transmetuar nga Damra, ka thënë hilm, kjo vetëpërmbajtja është më e lartë se mençuria. Arfa min al aql. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e ka quajtur vetveten me këtë cilësi. Do të thënë është prej emrave të Allahut Al-Halim. Thot pastaj ka thënë një poezi Abdullah ibn Zinxhi al-Baghdadi, alam tara anna al-hilma zaynun musawwidun li sahibihi wal jahlu lil mar'i sha'inu. Thot a kupton se vetëpërmbajtja, maturia është stoli për njeriu dhe e bën njeriu zotri, udhëheqës. Dhe kurse ignoranca njeriu vetëm e shëmton dhe e njollos. Fakun dafinan li sharri bil khairi tastarih. Thot mbuloje ose varrose të keqen me të mirë. Atëherë do të jesh i qetë, i rahatum min al ham. Do të thënë tastarih min al hammi inna al khaira li sharri dafinu. Sepse e mira e mbulon të keqen. Kurse e keqja nuk e mbulon. Do të thënë, nëse dikush të bën keq, cila është mënyra më e mirë për ta zhduk këtë keqen, t'ia kthesh më të mirë, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Do të thënë ktheje me atë që është më e mira. Në këtë mënyrë e varros të keqen. Nëse e kthen me të keq, ai pastaj e kthen me një të keqe tjetër. Pastaj ti e kthen me një të keqe tjetër, ajo nuk varroset. Kjo një. Tjetra thot nëse e kthen me të mirë, do të jesh i qetë. Pra nëse dikush të shan sot rrugës, edhe ti e bën për shembull si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thon, unë jam duke agjeru, Allahu të falt për shembull, ose Allahu të udhëzoft, edhe vazhdon rrugën, kur bish të flesh në gjumë, nuk të shqetëson kjo. Ka mbaru, do të thënë je i rahatum. Por nëse ja kthen, edhe ai ta kthen, pastaj gjithë ditën kjo të shqetëson, edhe natën pse nuk i thash kështu, pse nuk ja bën ashtu, do thotë ajo është shqetësimi vetvetes, do të thënë vazhdimi në të keqen. Pastaj ka thënë një poezi tjetër nga Muhammad ibn Ishaq ibn Habib al-Wasiti, ka thënë idha shi'ta yawman an tasuda ashiratan fa bil hilmi sud la bit tasarru'i wash-shatmi. Nëse do ti ndonjë ditë të jesh udhëheqës i një kabile, një fisi, do të thonë ose një populli, nëse do ti të jesh i pari, udhëheqja nuk është për qëllim më bë kryetar ose mbret, po ti jesh me të vërtet i miri, do të thënë i pari në mirësi. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala si njerëz të mirë, si luten waj'alna lil muttaqina imama, do të thënë na bëj të partë e të devotshmëve, më të mirët në devotshmëri. Nëse do që ti jesh kështu udhëheqës në një popull, atëherë me vetëpërmbajtje, me maturi, me hilm, do të thonë, jo me nxitim dhe ofendim. Disa njerëz mendojnë se më bë më i egër edhe më ofendues, më sulmues, më i padrejt, atëherë do të jetë i pari që do ta respektojnë kështu me radhë. Thotë nuk e arrin këtë udhëheqje me nxitim dhe me sharje, wala li hilmi khairun fa'lamanna maghabbatan
min al-jahli illa an tasharra sanna min adh-dhulmi. Do të thonë dije se butësia dhe maturia, vetëpërmbajtja kanë mirësi dhe kanë përfundimin e kanë më të mirë se sa ignoranca. Do të thonë me këtë vepro. Pastaj thot, ka thënë Ali ibn Muhammad al-Bassami, farda bima humme min qada'in, yusibke min dhalika al-khiyaru. Do të thënë bëhu i kënaqur me atë që është prerë prej caktimit të Allahut, ajo që ka ardhur, pra pajtohu me ta dhe kënaqu, atëherë do t'i gjesh mirësit, wa ish hamidan, rakhia balin, ma zanaka al-hilmu wal-waqaru, edhe do t'jetosh me lavdi, edhe me mendje të qetë, përderisa zbukurohesh me butësinë dhe vetëpërmbajtjen, me hilmin, edhe me dignitet. Nëse i ke këto stoli, atëherë je gjithmonë i lavdishëm dhe i qetë në mendje. Thot autori rahimahullah, ky emër, hilm, do të thonë e ka vlerën e madhe, edhe bukurinë e lartë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur veten me këtë emër. Pastaj Allahu nuk ka emërtu prej krijesave në librin e tij, me këtë emër nuk e ka emërtuar askënd përveç Ibrahimit, mikut të tij, alayhi salatu wassalam, dhe Ishakut që ka qenë kurbani. Ku ka thënë Allahu inna Ibrahima la awwahun halim. Pra Ibrahimi ka qenë awwah, që do të thonë që shumë është kthyer, është penduar shumë, dhe halim, me kuptimet që i shpjeguam. Dhe pashtu ka thënë febesharnahu bi ghulamin halim, dhe përgëzuam me një djalë halim, do të thonë të mençur dhe të matur, të butë, të vetëpërmbajtur. Kjo çështje, kush ka qenë kurbani që është therr? Ja dini, Ismaili alayhis salam. Kjo ka edhe të disa dietarë të Islamit që kanë kundërshtim. Do të thënë tani kjo është jashtë temës librit. Mirëpo duhet të sqarohet pasi u përmend se disa prej dietarëve, dhe ata janë pak, thonë se ai kurbani që është dashur të therrët është Ishaku alayhi salatu wassalam. Edhe ky është besimi i ehlul kitabit. Do të thënë jehudit dhe krishterët thonë se Ishaku ka qenë që është therr. Kurse e vërteta është se kurbani ka qenë Ismaili alayhi salatu wassalam. Dhe ata që kanë argumentu, këtu shikoni autori e ka sjell këtë ajet, febesharnahu bi ghulamin halim, e përgëzuam me një djalë të mençur dhe të pjekur. Ky ajet është në surën Safat, që vjen pas përmendjes së ajeteve për therrjen e Ismailit alayhis salam. Më falni. Domethënë konteksti tregon se është për Ismailin alayhis salam. Thot, pra që mos ju lë ju ta shikoni, do t'ja tregoj pra në surën Safat, thot Allahu subhanahu wa taala për Ibrahimin alayhis salam pasi ka shpëtuar prej zjarrit e kështu me radhë, dhe është lut Ibrahimi alayhis salam, ka thënë Rabbi habli minas salihin. O Allah më jep, do të thënë pasardhës të hajrit, të mirë. Edhe kjo ka qenë, do të thënë më njëherë pas zjarrit, ajo shumë në periudhë të hershme të jetës së tij. Edhe thot febesharnahu bi ghulamin halim, e përgëzuam me një çun djalë të mençur, të matur, të pjekur, do të thënë që i ka këto cilësi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fi al-manami anni adhbahuka, deri në fund të ajetit kur e arriti ai moshën që ka vrapu rreth babës vet dhe i ka ndihmuar kështu me radhë. Atëherë i ka thënë Ibrahimi alayhis salam, o biri im, unë kam parë në ëndër se duhet me të therr, si mendon ti? Dhe ai ka thënë, o baba im, bëj atë që urdhrohesh, unë do të jem me lejen e Allahut durimtar. Domethënë këtu vërtetu hilmi i tij menjëherë. Domethënë se ka qenë i matur, i nënshtruar, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Domethënë kur ata u dorëzuan të dy, ju nënshtruan Allahut, edhe e shtriu për tokë dhe lëmoi në ball Ibrahimi alayhis salam, domethënë për ta therrur. Atëherë wa nadainahu an ya Ibrahim, e thirrëm o Ibrahim, e çove në vend ëndrrën tënde, kështu domethënë ajetet. Dhe i sollëm një kurban
madhështor, do më thënë për zëvendësim për Ismailin a.s. Do më thënë për këtë djalin që ka qenë duke bërë kurban. Dhe këtë elam që të vazhdohet në, do më thënë ky ibadet, therja kurbanit vazhdohet në pasardhësit e tij, thot selamun ala Ibrahim, pra paqja është me Ibrahimin, kedhalika nexzil muhsinin, kështu i shpërblejmë bamirësit. Innehu min ibadina al-mu'minin, ai ishte prej robërve tanë besimtar, wa basharnahu bi Ishaqa, nabiyyan min as-salihin. Pastaj e përgëzuam me Ishakun, që do të jetë pejgamber prej më të mirëve. Domethënë ky është argument se do thot këtu ajo që u fol për therrjen e djalit ka qenë për Ismailin alayhis salam. Pastaj pas kësaj, atëherë Allahu ja ka largu këtë breng dhe këtë sprov, që Ismaili a.s. ka mbetur gjallë, edhe i ka tregu se do të bëhet një popull prej tij dhe do të ketë një pejgamber i fundit, do të thonë prej pasardhësve të tij, dhe ka përgëzuar gjithashtu edhe me një tjetër përgëzim, me Ishakun. Gjithashtu edhe përpara këtij ajeti, do të thonë nëse i marrim ajetet, shikoni çfarë kuptimi disa dietar kanë përmendur. Nëse e marrim vetëm një ajet në surën Hud, pra me lexuar në Ravi, nëse ju kujtohet, thot Allahu wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Do të thonë gruaja e tij, kjo është Sara. Do të thonë ishte në këmbë aty dhe qeshi. Fabasharnaha bi Ishaq. Dhe përgëzuam me Ishakun. Wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Edhe pas Ishakut Jaqubin. Tani Allahu e përgëzon, do të thënë këta melajket që kanë ardhur nga Allahu, e përgëzojnë Ibrahimin a.s. se do të linde një fëmijë, Ishak, dhe ai do ta bëjë një nip, do të thënë që ti do ta shohësh Jakubin. Tani kur të rritet ky, kur ti bëhet 10 vjet, për shembull ky djali, është sprov që mi thon therrë, se atëherë do ta di Ibrahimi a.s. se Allahu ka premtuar se ky do të jetojë edhe do të ketë pasardhës, domethënë, prandaj nuk është e logjikshme që t'i vi përgëzimi se do të lind, domethënë para lindjes Ishakut, do ta kesh Ishakun dhe do ta kesh nipin Jakubin, pastaj t'i vi therrë, domethënë është kontradiktore në kuptimin, domethënë do të kishte qenë kontradiktore dhe kjo nuk ndodh. Kjo, shkurtimisht, do të thënë, se mendimi i sakt është që Ismaili alayhis salatu wassalam ka qenë ai që është sjell për të bërë kurban, dhe ai është që ka këtë emër Halim. Kurse për Ishakun alayhis salam ka thënë bi gulamin alim, do të thënë një fëmijë të dijshëm, do të thënë dietar që do të jetë. Edhe gjithashtu nebija min as-salihin, edhe që do të jetë pejgamber prej njerëzve më të mirë. Do thotë kjo është e sakta sipas ajeteve dhe sipas haditheve, pasi disa thonë se e marrim vetëm Kur'anin, do të thonë nuk i marrin argument hadithet në këtë temë, por në Kur'an, do të thonë qartë shihet nga këto ajete se është Ismaili alayhis salam ai që është therrët. Por çka është e vërteta edhe në Bibël është argumenti se Ismaili a.s. ka qenë. Do të thonë këtë që mos flasim për ato Bibla që nuk i pranojnë kështu kanon, do të thonë i kanë refuzuar, edhe ato janë disa dorëshkrime që janë ndoshta më të vjetra se kanonizimi i librave, i Biblave. Mirë, ata thonë këto nuk i pranojmë. Në këtë Biblën që pranojnë, aty thotë, do të thonë nuk e mbajnë mend tekstin si është, mirë po është urdhri që ta therr djalin e parë. Do të thonë edhe në Bibël tregohet qartë se i pari ka qenë Ismaili alayhis salam, pastaj Ishaku, edhe do më thotë të urdhruam që ta bësh kurban, do të thonë të lindurin e parë, ose si thuhet, do të thonë atë që është i pari. Edhe kjo ka qenë sprova, edhe po ashtu përmendet në Bibël se këtë e kanë pas tradit mushrikët, që djalin e parë të lindur ja kanë bë kurban idhullit të tyre. Edhe atëherë kështu thuhet në Bibël. Pra nuk themi se është e vërtetë, mirë po konteksti i gjithë i kuptohet se ka qenë urdhri të partë, domethënë te mushrikët, ka qenë që i kanë therrur fëmijët e parë, dhe Allahu e ka urdhëruar Ibrahimin alayhis salam që ta therrë të parin.
edhe që është Ismaili a.s. Do të thonë pa asnjë dyshim. Do thotë i kthehemi temës hilmit, do thotë butësisë, maturisë, pjekurisë, vetëpërmbajtjes. Thotë nëse nuk kish pas cilësi tjetër, nëse nuk kish pas përfitim tjetër, do të thonë prej kësaj cilësie, përveç se njeriu ruhet prej bërjes së mëkateve dhe ruhet prej hyrjes në rrethana të papastra, do të thonë, atëherë njeriu i mençur duhet asnjëherë mos i ndahet hilmit, asnjëherë, do të thonë, mos e humb këtë vetëpërmbajtje. Pastaj transmeton me zinxhirin e tij nga Urwa ibn Zubair rahimahullah se ka thënë Sami'tu Muawiya ibn Abi Sufyan, do të thënë kam dëgjuar Muawiyan radhiyallahu anhu duke thënë la hilma illa bit tajriba. Do të thënë nuk ka pjekuri, maturi, vetëpërmbajtje përveç se me përvojë, me eksperiencë. Do të thënë kjo që ishte në këtë hadithin e temës, pa hadith, si hadith është i dobët, mirë po e kanë thënë sahabët se me përvojë, me eksperjenca jetësore, njeriu e fiton këtë butësi dhe mençuri. Thot, ka thonë këtë poezi Muntasir ibn Bilal al-Ansari, thot, Safis sadiqa bi wuddihi, wa idha dana shibran fazidhu. Do të thënë bëhu i pastër në miqësi, në dashuri ndaj mikut, bëhu i pastër dhe i çiltër, dhe nëse ai afrohet një pllumb, ti shto edhe më shumë. Do të thënë kur të bëje mirë shoku, mundohu t'ia kthesh me shumë më të mira. Ti bësh edhe më mirë se sa të ka bërë. Wahlum idha nataqa safihu. Kurse kur të flasë mendjeleti, bëhu i mençur dhe i vetëpërmbajtur. Faman yurid jahlan yajidhu. Kush do ignorancën do ta gjej ignorancën, po ti mos u bëj ignorant. Do të thënë kur të bën mirë shoku i mençur, shtoje. Kur të bën keq mendjeleti edhe budallaj, atëherë largohu prej tij, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa a'rid 'anil jahilin. Do të thënë largohu prej ignorantëve, pra mos vepro siç veprojnë ignorantët. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Abu Darda radhiyallahu anhu, i cili ka thënë innamal ilmu bit ta'allum, pra dituria fitohet me mësim, duke mësuar. Wa innamal hilmu bit tahallum, dhe butësia, vetëpërmbajtja fitohet duke u mundu për këtë, duke e mbajt vetveten me zor, ose duke u tregu si i butë, sepse duke u përpjek njeriu do ta fitojë këtë butësi. Wa man yatawakha al-khayra yu'ta, do të thënë kush e zgjedh të mirën, mundohet, do të thënë ta arrit mirën, do ta arrijë. Dhe wa man yattaqi ash-sharra yuqa, edhe kush i ruhet të keqës do të mbrohet, do ta ruajë Allahu. Do të thënë ai njeriu që i bën shkaqe të mirës, e kërkon të mirën, do t'i japë Allahu të mira, dhe ai që largohet prej të keqës, gjithashtu Allahu do ta mbrojë prej të keqës. Këtu është transmetuar si fjalë e Abu Dardas radhiyallahu anhu, mirë po gjithashtu është si hadith i sakt i transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të njëjtat fjalë. Do thotë kur njeriu do të arrit mirën, do të arrijë moralet e larta, Allahu do t'i japë sukses. Dhe nuk lejohet që njeriu të thotë unë kështu jam. Do të thënë ne familjarisht edhe babën e kam pas edhe i kam gjithë familjen nuk duroj me kështu, kjo nuk lejohet. Nuk lejohet njeriu në këtë mënyrë ta dëshproj vetveten. Do të thënë në këtë rrugë njeriu do thotë nuk e dëshiron përmirësimin nëse thotë kështu. Por nëse sheh mangësitë e vetvetja, duhet të ketë besim se ka mundësi të përmirësohet, edhe ta ketë mbështetjen e plotë te Allahu subhanahu wa taala. Edhe ti kërkoj Allahut, ti lutet, o Allah ma përmirëso moralin, nuk ma përmirëson ata askush posteje, mi largot këqijat, se nuk mi largon ato askush posteje. Edhe me bindje se Allahu ka thënë walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Do të thënë ata që përpiqen për hir të Allahut, do të thënë, Allahu do t'i udhëzojë në rrugët e tij. Nëse do ti për hir të Allahut që ta fitosh butësinë, vetëpërmbajtjen, durimin, me të vërtet do për hir të Allahut, jo për ndonjë interes dunjas, dhe i lutesh Allahut, do ta japë Allahu. Por nëse
je dorëzu shejtanit edhe thot unë kështu jam, edhe familjarisht ose ne si popull jemi kështu edhe gjithë kombin e akuzojnë, kjo nuk është e saktë. Më thënë, duhet njeriu të përpiqet, dhe kush përpiqet Allahu i jep. Thot Al-Kurejzi në poezi, idha ana kafejtu al-jahula bi fi'lihi, fa hal ana illa mithluhu idh uhawiru. Më thënë, nëse unë ja kthej ignorantit me veprat e njëjta sikur ai që i bën, atëherë unë a jam ndryshe prej tij. Nuk jam ndryshe, njëjtë. Do të thënë, nëse me ignorantin vazhdon të grindesh, edhe ti bësh ai të thot një sharje ti edhe një sharje, do të thënë njësoj si ai, do të thënë je i njëjtë. Walakin idha ma tasha bil jahli ta'ishun alayya fa inni bit tahallumi qahiru. Por nëse dikush bën budallallëqe, do të thënë me ignorancën e tij ndaj meje, më bën padrejtësi me ignorancë dhe me budallaki, atëherë unë me hilm, do të thënë me këtë pjekurin time dhe maturin time e shtyp ata, do të thënë me të mirë. Pra, atëherë do ta gjesh se do të bëhet mikujt i afërt, si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj transmeton autori rahimahullah nga Amr ibn al-Harith, thotë se një njeri ja ka shkruar një letër shokut vet, vllajt vet, i'lam anna al-hilma libasul ilm, fala ta'arrayanna minhu. Ka thënë dije se kjo cilësi e hilmit është rroba e bukur e diturisë. Do të thënë nuk ka hije me pas dituri njeriu dhe mos me pas maturi dhe mençuri dhe vetëpërmbajtje. Do të thënë nëse Allahu të ka dhuruar dituri, të ka dhuruar ta kuptosh sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoj, ne po flasim për standardet tona, se jemi shumë larg prej këtyre në kohën e selefit, po edhe në këtë kohë dituria që është e përhapur me të vërtet në vendet e diturisë, si në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe për rreth ku ka dietar. Ne nuk jemi në atë nivel, mirë po, secili prej nesh duhet ta kuptoj se ne me një mexhlis ku tregojmë dituri, tregojmë se unë kam kuptuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ju nuk e keni këtë dituri. Do të thënë, lejoni t'ju mësoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dituri, do të thënë Allahu të ka dhënë vlerë me një dituri që nuk ka dhënë të tjerëve. Atëherë, nëse kjo dituri nuk është e veshur me maturi, pjekuri, durim, vetëpërmbajtje, atëherë bëhet e shëmtuar. Kur bëhet lakurigj, do të thënë është shumë e keqe. Por nëse stoliset me këto cilësi me moral të lartë, atëherë është e bukur. Prandaj ka thënë asnjëherë mos u zhvish prej kësaj rrobe. Kur i ka të veshura këto dy rroba, njeriu diturin dhe këtë cilësi të lartë, atëherë është i bukur dhe ndikon për përmirësim të njerëzit. Por nëse e ka njërën mangët, atëherë, domethënë nuk ka dobi shumë prej tij. Dhe njeriu e përdor këtë cilësi, domethënë hilmin, ndaj të gjithë njerëzve. Njeriu i mençur e përdor ndaj të gjithë njerëzve. Edhe nëse i duket e vështirë ndonjëherë, duhet të mundohet të bëhet i butë edhe i matur, e i vetëpërmbajtur, sepse nuk ka mundësi të hipen shkallën e kësaj cilësie pa u përpjekur, pa u mundu. Thot, në fillim hilmi si është njohje, pastaj të thebbut, do të thënë verifikim ose përforcim, pastaj vendosmëri, pastaj durim, pastaj kënaqësi, do të thënë të kënaqesh me atë që ka caktuar Allahu, pastaj heshtje, pastaj mbyllje të syve ndaj gabimeve. Do të thënë për shumicën e këtyre folëm, do të thënë një herë duhet me pas njohje, dituri, njeriu pastaj të jetë i vendosur për ta bërë një herë të ketë dituri, ta njohë rrugën e saktë, pastaj ta përforcoj mirë, ta verifikoj, ta përsërisë kështu me radhë, pastaj të jetë i vendosur për ta bërë këtë, pastaj të jetë durimtar në këtë rrugë, do të thënë duke thirrë në rrugën e Allahut dhe të jetë durimtar për çdo gjë që i ndodh. Pastaj kur e përsos durimin, hip në shkallë më të lartë, që të jetë i kënaqur edhe i gëzuar me atë që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vjen heshtja. Do të thënë nuk është patjetër përgjigjesh për secilën çështje ose secilës fjalë ti përgjigjesh,
Pastaj igda, do të thonë të bëhet ndonjëherë njeriu sikur nuk i sheh disa gabime prej vëllezërve të tij. Këto, do të thonë, kështu arrihet kjo pjekuria dhe vetëpërmbajtja. Wa mal fadlu illa lil muhsini ila al musi. Dhe thot, nuk është vlerë moral i lartë, nuk është përveç se kur i bën mirë atij që të bën keq. Vetëm atëherë llogaritës se je i vlefshëm dhe i lartë. Kurse ai që i bën mirë atij të cilit, do të thonë, nëse ti i bën mirë atij që të ka bën mirë, ose je durimtar ndaj atij që nuk të shqetëson, nuk quhet kjo vlerë ose durim. Do të thonë, nëse të vjen dikush me dhurata, edhe të jep ëmbëlsira kështu me radhë, nuk thuhet jam të duru, jam duke duru këtë. Por, do të thonë, aty është lehtë, do të thonë që ti dukesh i butë, i sjellshëm, por kur dikush të vjen me ndonjë shqetësim ose me ndonjë dëm, për shembull dikush ta ka gërvisht makinën duke ecë, aty duhet me tregu a je durimtar ose jo, a je i pjekur, i matur në atë moment, ose dikush të ofendon e kështu me radhë. Kurse ai që të bën mirë, edhe ti ja kthen me të mirë, kësaj thuhet shpagim. Por dikush që të bën ndonjë të keq edhe ja kthen me të mirë, atëherë kjo është lartësia e moralit. Thot, pastaj transmeton me zinxhirin e tij nga Wahb ibn Munabbih, se i ka thënë birit të tij, o biri im, mos polemizo me dietarët, sepse do të humb vlera, edhe do të largojnë. Do të thonë, nuk ka ai dietari, nëse ti veç polemizon, nuk ka vullnet që të mësoj, po të largon. Dhe gjithashtu mos debato me mendjelehtët, sepse atëherë do të nënçmojnë dhe do të ofendojnë. Thot, me dietarët bashkohet, do të thonë arrin gradën e dietarëve ai njeri që është durimtar dhe i ndjek mendimet e dietarëve. Dhe shpëton prej mendjeletëve ai që hesht dhe nuk u kthen atyne fjalën. Thot, mos u bëni atill që kur takohesh me njeriu e ditur, vetëm ja shton urrëtin atij ose paknatësinë. Do të thonë, mos u bën njeri atill që mu taku me dietarin, ja prish disponimin, do të thonë, dietarit, dhe mos u nxe, do të thonë, mos u entuziazmo me pak, do të thënë, nëse ke mësu një fjalë, dy fjalë, mos u bën shumë entuziast edhe atëherë të biesh në shumë gjëra që janë të urryera. Mos e zbulo veten, mos e demasko veten duke e shfaq zemrimin dhe mlefin tënd, sepse thot, nëse një ignorant sillet keq me ty, le të bëj dobi hilmi, do të thënë kjo butësia dhe vetëpërmbajtja. Sepse thot, nëse je i atill që i bën mirë vetëm atij që të bën mirë, atëherë ku mbetet shpërblimi yt? Do thot, qëllimi është, pra me këtë bamirësinë ne duam shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse themi unë nuk i bëj atij se ai nuk më ka bën mua, ku është shpërblim? Do të thënë, i bën, ja kthen atij që të ka bën mirë, do thot atëherë nuk mbetet shpërblim për në ahiret. Prandaj thot, nëse vazhdimisht i bën mirë vetëm atij që të bën mirë ty, ku mbeti shpërblimi? Dhe ku është vlera yte që dallon prej të tjerëve? Atëherë nuk ka, do të thonë, prandaj ka shumë njerëz që ndoshta i bën mirë dikujt, edhe pas një kohe dëshpërohet, thotë, jo, unë i jap, ai nuk më jep, unë e ftoj, ai nuk më fton, kështu, unë e vizitoj, ai nuk më viziton, edhe nuk du. Atëherë, do të thonë, nuk i ka interesu shpërblimit e Allahu subhanahu wa taala. Nëse i bën mirë të varfërve, për shembull, nuk ka mundësi me prit që të varfrit ta kthejnë. Ka disa njerëz që mendojnë që t'i japin të varfërve sadaka, edhe pastaj çdo nevojë që e kanë, çdo punë që e kanë, t'i kenë si robër ata. Kjo është prej cilësive më të këqija. Kurse Allahu subhanahu wa taala për njerëzit e xhenetit ka thënë që japin sadaka, japin ushqim kur kanë nevojë për ta, edhe thonë innama nut'imukum liwajhi Allah
la nuridu minkum jaza'an wala shukura, thonë ne ju japim domethënë sadaka për fytyrën e Allahut. Nuk duam prej jush as shpërblim, domethënë me na i kthy, domethënë si të bëna mirë edhe ti më kthy, po as falënderim. Sigur thon disa që s'm tha as faleminderit. Domethënë madje njeriu i sinqert gëzohet nëse nuk i ka thënë as faleminderit, domethënë që nuk ka marr asnjë shpërblim prej njeriu në dunja. I gjithë shpërblimi ka mbetë te Allahu subhanahu wa ta'ala. Bile disa njerëz edhe për fëmijët e vet e mendojnë, domethënë thotë unë e rrita, e ushqeva, u kujdesa, e shkollova, tash ai nuk kujdeset për mua. Domethënë edhe te fëmijë, edhe bamirësia ndaj fëmijës duhet të jetë për të arritur shpërblimin te Allahu subhanahu wa ta'ala. Jo edhe mos flasim gjithashtu bamirësia ndaj prindit, njerë ndaj prindit, fëmia ndaj prindit, domethënë nuk mundet me dal prej borxhit, sepse si është mënyra për me dalë prej borxhit, ashtu si ka urdhëruar Allahu që mu lut për prindrit. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Domethënë o Zoti im, mëshiroj ata siç u kujdesen ata për mua kur isha i vogël. Domethënë atëherë kur ke qenë i varur 100% nga prindrit. Nëse të kishin lënë, do të kishe qenë i shkatrum. Domethënë e gjithë jeta, ushqimi, veshja, kujdesi, shëndeti, gjitha ti ke qenë i varur nga prindrit. Edhe prandaj bamirësia ndaj prindit tani nuk ka mundësi që të jetë shpagim asnjëherë. Çdo herë mbetesh borxhli prindit, por mënyra më e mirë është që ti lutesh Allahut vazhdimisht për mëshirë. Rabbirhamhuma, o Zoti im, mëshiroj ata, siç janë kujdesur ata për mua kur isha i vogël dhe nevojtar, domethënë. Pastaj ka përmendur gjithashtu një poezi nga El-Abrash, mos e zgjatëm shumë. Edhe pak. Ka thonë ihfadh lisanaka in laqita mushatiman, do të thonë ruaj gjuhën tënde nëse takohesh me një ofendues ose sharrës. La tajriyanna ma'a al-la'imi idha jara. Mos hin në rrjedhën e të poshtrit kur ai rrjedh aty, ose mos vrapo pas tij. Men yashtari 'irda al-la'imi bi'irdihi yahwi an-nadamata hina yaqbidu ma ishtara. Allahu akbar. Thot kush e blen atë nderin e të poshtrit me nderin e tij. Domethënë e jep nderin e tij për ta marrë nderin e të poshtrit, atëherë do të jetë i penduar atë ditë kur ta marrë mallin që e ka ble. Thotë është, pra ti ruje nderin tënd. Kjo është kapitali yt. Ruje atë, mos e shit edhe mos bjerë në nivelin e atij që është mendje lehtë dhe i poshtër. Thotë transmeton nga Abdullah ibn Mubarak rahimahullah se thot na ka thirr një herë Abdullah ibn Aun për ushqim. Kemi përmendur Abdullah ibn Aunin më herët që kur është nervozuar shumë, çka ka thonë? Barakallahu fik. I ka thënë njerëzve, do të thonë që e kanë nervozuar dhe e përmendëm që ka ndodhur një herë që ka pas një deve shumë të dashur, edhe ai shërbetori i tij e ka godit deven edhe ja ka çorru syrin, ja ka vërbu syrin, edhe kur ja kanë sjell, kanë thënë sot do ta shohim se si do të reagojë Abdullah ibn Auni, do të thonë që se këtë ka pas shumë dashur këtë deve, edhe ai ka thonë, a nuk kishte tjetër vend për ta godit, po veç në fytyrë, do të thonë fytyra është e ndaluar, edhe i ka thonë të liroj për hir të Allahut, do të thonë për ta kthy këtë keqen me të mirë. Thot këtu gjithashtu thot një robresh erdhi me një pjatë me ushqim, edhe i zun këmbët në rrobat e saj dhe urzu, edhe ka derdhur ushqimin, kuptohet, e ka thy pjatën. I ka thënë Abdullah ibn Aun, do të thonë këtu është përmendur persisht, si i ka thënë, matras azadi. Do thotë mos u frikso, je e liruar. Mos u frikso prej meje. Do të thonë ajo kur është rëzu, edhe ka bën atë dëm, është friksuar, do të thonë tani prej zotërisë. Ai ka thënë mos ki frikë, je e lirë, do të thonë për këtë. Ky është kuptimi i hilmit. Pastaj thot Muhammad ibn Atiya as-Sa'di, i ka thënë birit vet, Urwas, thot kur është bërë guvernatori i Yemenit, i ka thënë idha ghadibte,
Domethënë nëse të zemron dikush, nervozon dikush shumë, atëherë shikoje qiellin mbi ty, edhe shikoje tokën poshtë teje. Domethënë shikoje këto krijesa një herë, këtë tokën mbi cilën ti je duke qëndruar dhe qielli që të mbulon, edhe thumma adhim khaliqahuma. Pastaj madhroje krijuesin e këtyre. Domethënë ta di se ti je shumë i vogël. Domethënë një krijesë e vogël, shiko këto krijesa tjera se si ka kriju Allahu subhanahu wa taala dhe madhroje krijuesin, mos reago për secilin provokim, domethënë ose për secilin nervoz. Pastaj ka thënë autori rahimahullah se njerëzit janë 3 lloje. Domethënë një njeri që është më i lartë se ti, diçka ngjashme u tha më herët në mësimet e mëparshme, një njeri që është më i lartë se ti, një njeri që është i barabartë me ty dhe një njeri që është më poshtë se ti, që ti je më i lartë se ai. Nëse i bën keq ose sillesh me ignorancë ndaj atij që është më i lartë se ti, domethënë kjo është poshtërsi. Tregohesh i ulët nëse e bën këtë. Nëse i bën keq atij që është më poshtë se ti, domethënë gjithashtu kjo tregon dobësi në moralin tënd. Se secili si thuhet, domethënë trim me fëmijët mundesh ose me gruan mund të bëhesh shumë i fortë, mirë po, thotë është në çmim për vetveten. Dhe nëse i bën keq, domethënë sillesh me ignorancë ndaj atij që është i njëjtë me ty, atëherë kjo i bie sigur lehja e qenve me ndaj njëri tjetrit. Edhe atëherë, domethënë, pra të gjitha janë këto morale jo të mira. Çdo herë njeriu duhet të lartësohet me moralin e tij. Pastaj ka disa poezi, pastaj ka transmetuar nga Xhafer ibn Muhammed, thotë se ka ardhur një njeri, është anku tek ai, ka thonë filanim, ka thonë kështu, ka thonë kështu. I ka thonë ky, men akramaka fa akrimhu. Kush të nderon, nderoje. Kurse kush në nënçmon, atëherë nderoje vetveten që të largohesh prej tij. Mos u bën edhe ti njësoj që ta nënçmosh ata. Transmeton gjithashtu nga Said ibn Abdulaziz se një njeri e ka ofendu Sulejman ibn Musën dhe Sulejmani ka heshtur. Pastaj vllai i tij është përgjigjur, e ka mbrojt Sulejman ibn Musën. Ka thënë Mekhuli, dhalla man la safiha lahu. Do thotë kush nuk e ka një mendjelet afër, nënçmohet, do të thënë ofendohet. Dhe me ky njeri është halim, i lartë, edhe nuk u përgjigj. Mirë po ky mendeleti që ishte afër, do të thënë u përgjigj edhe ra nivelin e njëjtë. Pastaj është përmendur një histori mes Ebu Hanifes dhe një prej Rafidive. Thot Ebu Hanifja, rahimahullah, i ka thonë këti, e kanë qujtë shejtanu tak. Do më thënë, ka qenë një poet, Rafidi shumë i fliqt, edhe ka thonë fjalë të fliqura dhe Rafidizmi i gjithë është i fliqur. I ka thonë Ebu Hanifja, çka thuti për nikahul mut'a? Do më thënë, kjo martesa e përkohshme, ka thonë, shejtani Rafidive, ka thonë halal. I ka thonë, si thu halal, do më thënë lejohet kjo martesa e përkohshme. Thotë, a do t'ishe knaqur ti, a do t'ishe pajtu, do më thënë, do t'ishe qeni knaqur, që nëna jote ta bëj këtë martesën e përkohshme. Edhe ai nuk s'ka pas përgjigje. Pastaj ka thonë, ti Ebu Hanife, çka thu për këtë langun e rusit, kur shrydhet në fillim pa u bë verë, i thuhet nebidh, edhe ka thonë, çka thu për këta? Ai ka thonë është halal, do të thonë padyshim pa u bë alkool, pa u bë dehës, do të thonë është halal. Ka thonë po shitja, blerja, çka është? Ka thonë halal. Ka thonë a do të ishe kënaqur ti që nëna jote me shtrydh rrush. Do të thonë poshtërsi e njeriut mendjelet, atëherë Ebu Hanifja vetëm është largu dhe nuk është përgjigjur. Pastaj ka thonë nga Ma'muni, transmeton, ka thonë yahsunu bil muluki al hilmu an kulli ahad, do thotë
është mirë që mbretërit, udhëheqësit, t'jenë të vetë përmbajtur edhe të matur ndaj secilit, përveç 3 vetave. Qadihin fi mulk, një njeri që e sulmon sundimin e tij, të më thënë atë nuk lejohet me duru edhe me lanë mu boj but, me vazhduaj t'i nxjisë njerëzit, sepse kur nxiten rebelime, përmbysje, trazira, shkatrohen shumë njerëz me këto mashtrime. Thot ai që e sulmon mbretërin ose pushtetin, nuk duhet pushtetari të jetë i butë ndaj tij, edhe durimtar. Wa mudhi'in li sirrin, edhe dikush që e hap sekretin, do të thënë ata që janë betuar që do ta ruajnë sekretin e shtetit edhe e nxjerrin, gjithashtu nuk lejohet aty të jetë i butë ose falës ndaj tij. Au muta'arridin hurmati, au muta'arridi hurmati, ose dikush që bën haram, atë që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, edhe ka dënim të caktuar në şeriat, aty duhet me vendosmëri pushtetari ta kryejë, jo të jetë falës dhe tregohet i butë, domethënë. Pastaj ka edhe disa transmetime të tjera. Ka thënë në fund, transmetimi i fundit është, thot nga Ishaq ibn Ibrahim, ka thënë mata ibnun li Shuraih, do të thënë i ka vdek një fëmijë Shuraihit, edhe nuk kanë vajtu, nuk kanë bërtit për të, nuk e kanë marrë vesh njerëzit me njëherë kur ka vdekur, se zakonisht kjo është për të ardhur keq, edhe nuk duhet të ekzistojë, do të thënë nëse vdes një njeri me një shtëpi, me njëherë ata fëqinjt për rreth e marrin vesh në momentin e vdekjes se fillojnë bërtitjet e vajtimet, që nuk është në rregull. Mirpo ka mundësi ndonjëherë dikujt i falet, por Shuraihi thotë askush nuk ka në shtëpinë e tij, do të thënë nuk ka bërtitur dikush, nuk kanë marrë vesh njerëzit. Dhe pastaj e kanë pa Shuraihin, i kanë thënë si e ke djalin, se e kanë ditë se është shumë smur edhe para vdekjes, edhe ka pyet dikush, kur e ka pa jashtë, i ka thënë si u bë djali, ka thënë sakana qabrahu, do të thënë ka shku me banu te varri i tij, wa rajahu ahluhu, dhe familja e tij tani shpresojnë për shpërblimin e tij, do të thënë kur duron për vdekjen e dikujt, shpresohet që fiton shumë shpërblime. Walam yakun mundhu staka askana minhu al-layla. Edhe thot, sikur është smu, nuk ka qenë më i qetë se sa sonte. Do të thënë tani është qetësu edhe gjitha ato dhimbtat. Edhe ka thënë wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, do të thënë na mjafton Allahu dhe ai është mbështetja më e mirë. Mjafton me kaq, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.